askush tjetër pas orës 18:00 nuk mund të lejohet të votojë. Tani përsa i përket pjesëmarrjes së ulët të votuesve që i përkasin grup moshës 18 dhe 24, është një trend në përgjithësi edhe në vendet e tjera që përgjithsisht kjo grup mosh votuesish nuk është se kanë interes të madh për të qenë të aktivizuar në procese politike. Në sa duket edhe Shqipëria nuk më përjashtim nga ky trend europian, të themi ato dhe global, pak pra sa unë e njoh që është kështu. Dhe nuk është çështje e asaj se çfarë ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjes, sepse ne kemi bërë vërtet shumë në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm për të nxjerrë pjesëmarrjen e të rinjve në procesin zgjedhor, por me sa duket edhe partitë politike vetë apo dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile do duhet punojnë më shumë në aspektin e nxitjes së kësaj grup moshe për të qenë më interesuar për proceset politike që zhvillohen.